Raporti I fundit I Bashkisë për realizimin e buxhetit 2024 tregon qartë se ku po shkon ky qytet. Betoni lulëzon, ndërsa numri I fëmijëve në kopshte ulet. Gjatë gjithë vitit 2024, 14.3 miliard lekë janë mbledhur nga taksat e ndikimit në infrastrukturë, një rekord absolut që tregon qartë se Tirana po ndërtohet në çdo cep. Realizimi është 226% mbi planin fillestar. Kjo nuk kupton një bum ndërtimor me një vlerë totale prej rreth 1.79 miliard euro ndërtime të reja. Pra ndërtuesit punojnë, paguajnë dhe ndërtojnë pandales. Por çfarë ndodh me qytetin si hapësirë jetese? Përgjigjen e gjejmë tek statistikat që kalojnë heshturazi, rënja e numrit të fëmijëve në çerdhe e kopshte publike. Të ardhurat nga këto institucione janë ndjeshur më të ulta se plani. Kopshtet realizuan vetëm 72% të ardhurave të pritshme, çerdhet realizuan 93%. Dhe bashkia nuk e fshet dot më ulja e frekuentimeve si pasojë e emigrimit të familjeve. Me fjalë të tjera, qyteti po rritet në kat dhe kubatur, por po të kurret në jetë, ndërtoj më shumë se kurrë, po kemi gjithnjë më pak fëmijë. Treguesi qartë se ky nuk është më një qytet ku njerëzit zgjedhin të rrisin familjet e tyre, një qytet ku sheshi bëhet kantier, shkolla mbetet bosh dhe zëri fëmijëve zvendçohet nga zhurma e betonierëve. Në vend që taksat nga ndërtimet të kthehen në investime për jetën dhe të ardhmen, ato thjesht ushqejnë të njëjtin cikël, më shumë ndërtime, më pak njerëz. Kjo është Tirana sot, një qytet që mbushet me beton dhe zbrazet nga fëmijët.